Hoxh, nëse kthehemi në kohët dhe në Ramazanat pak më herët, edhe unë nuk është që ku me di çfarë moshe, po i mbaj mend prej kur jam qenë e vogël, Ramazanat e kam pas një farë, nëse më u shpreh hieshie, një farë ndjenje ka qenë më ndryshe. Diçka që më duket që tash po mungon. Çka duhet me bona që me mujt me kthy prap çatë ndjenjen që ka qenë më herët në Ramazanit që tash po mungon, ose cila është pasoja që veç është zbeh ajo ndjenja e Ramazanit që ka qenë më herët? Në fakt, jo vetëm për Ramazanin, gjithçka nga kaluara kur janë në pyetje, sidomos raportet shoqërore, ndihemi më keq. Pra ne themi tash kemi oda më të mira, kemi kuzhina më të sofistikuara, kemi artikuj ushqimor të blerë dhe të që i posedojmë, ose lehtësisht që i arrin në shtëpitë tona më të shumt, më të bollshëm, më begat është sofra jonë, por më pak kemi mysafir, më pak kemi pritje, hyrje dalje, si themi, më pak kemi vizitor, më pak janë takimet, tubimet, ndajat, çaji i përbashkët i dimrit e tjera në përgjithësi. Dhe gjithë njerëzit është shumë interesant, jo vetëm të moshuarit, por edhe ata pak vite që kanë më shumë nostalgji për atë kaluarën që e patëm se sa tani. Kemi pak çështje e dinamikës, koha sot ka ndryshuar, thash, në aspektin pasuror jemi shumë më mirë, por për të arritur tek pasuria sot kërkohet më shumë mund dhe angazhim. Derisa dje tërë familja janë marrë me bujqësi ta zënë dhe kur janë siguruar artikujt ushqimor të nevojshëm për atë veta quaj, njerëzit kanë nejtë rahat, po sot ne na mungon teknologjia, na mungon arritja, na mungon vetura luksoze. Po pse vetura luksoze? Sepse sot tregu e kërkon ashtu. Sot banimi, koltuqet nuk janë më ata qilimat e kuq në ulse të holla, cilat sot ne habitemi se si kanë mund të jetojnë, të rrinë atë gjatë, të bisedojnë, të ngazllehen, të jenë të lumtur në bisedat të tyre, kur sot ne jemi aq rahat në koltuqet tona të ulur dhe nuk shkojmë tek njëri tjetri për